إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Shikues të nderuar, vëllai i dashur Esmerald, vazhdojmë me mësimet tona. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do ta trajtojmë emrin e Allahut Azza wa Jall në Kur'an. Kur djene që shletëzohet, duhet me ta kemi parasysh se emri Allah, disa informata rreth emrit Allah që është përmend më së shumti në Kur'an. Emri Allah ka ardhur 2550 herë. Lillah, forma tjetër Lillah ka ardhur 149 herë, Allahumma 5 herë, gjithsej numri 2704 herë. Shkurt disa informata rreth emrit Allah. Dietarët e gjuhëtarët kanë pas divergjencë emri Allah ku e ka rronjën, domethënë a ka rronjën apo është emër statik. Disa prej dietarëve kanë thonë se është emër statik, kështu pa ndryshu, pa u nxjerr prej diçkajt. Kështu e ka mendimin El Khalil në Lisanul Arab, autori i Lisanul Arab, ndërsa mendimi tjetër që është mendim më i fuqishëm se rrënjën e ka në El Ilah. El Ilah që do të thotë ai që adhurohet apo atij që i nënshtrohet çdo gjë, që e ka rrënjën prej foljes Eliha esh-shay. Eliha do të thonë e abedehu, do të thonë adhurohet, që adhurohet. Këtë mendim e kanë për shembull gjuhëtarët El Kesai, El Farra, Abul Haytham. Emri Allah është emri bazik i krijuesit ton. Prandaj nuk themi asnjëherë se prej emrave të Ar-Rahman, të mëshiruesit, është Allah, po themi prej emrave të Allahut, sepse na e dim, siç ka në një hadith, Allahu Azza wa Jall ka shumë emra. Në hadith ka në Bukhari dhe në Muslim, inna lillahi 99 isma. Allahu Azza wa Jall ka 99 emra, 100 pa një. Kush i mëson ata, kush i ruan ata, men ahsaha dakhala al-janna. Dietarët tu kanë thonë kush punon sipas këtyre emrave. Mirë, po tash nuk po zgjerohem më shumë në këtë çështje të akides që lidhen me emrin Allah, vetëm se si informat e përgjithshme mendoj se janë të rëndësishme dhe të dobishme. Emri Allah të nderuar dhe vëllai Esmerald, kur vjen para emrit Allah, do të thonë në Kur'an, kur vjen para emrit Allah, dëgjoni mirë, një fetha apo një dhamme, atëherë lexohet me L. Siç e kemi në L. Dhe do ta cekmi edhe në shembull, do ja sjellmi në shembull, se këtu për shembull, apo që fetha ka ardhur. Po. Wallah lexohet. Edhe një detaj që nuk e përmenda, te El Ilah, te rrënja El Ilah është shndruar në Allah, do të thotë është fshi El Hamza, do të thonë Hamza është fshi dhe lami është shtrengu, do të thonë u bë gjithsesi pastaj u bë Allah. A dalë kështu. Në tash, kur tjenë fetha, sikur këtu për shembull, po ashtu këtu, min Allah, apo shef, apo damme, sikur këtu, për shembull, atëre lexohet këtu me L. Ç'është lexohet atëre këtu? Kelimullahi, po. Kelimullah. Ç'ashtu, do të thonë me L. Ndërsa nëse vjen me kesra përpara, nëse vjen një kesra përpara, atëre lexohet me L. Lexohet me L. Kjo është shumë e rëndësishme, si për shembull këto. Shef ka ardhur kesra. Ky lexohet billahi. Këtu për shembull anillahi. Bismillahi. Kesra këtu ka ardhur i, prandaj bismillahi. Këtu ka ardhur fetha. Wallahi. Tu billahi. Tu tallahi. Minallahi. Mirë. Këtu alallahi. Këtu
Edhe jo shikues të nderuar, tash mundoni vetë me lexu. Ila Allahi. Ila Allahi, këtu. Narullahi. Narullahi, mirë. Huwa Allahu. Huwa Allahu. Huwa Allahu. A vëzëm e thonë huwa Allahu. Vëzëm e thonë. Jo, sepse ka fetha. Huwa Allahu. Illa Allahi. Po, illa Allahu. Illa Amo Allahu. kur dal bashk illa Allahu. Illa Allahu. Këtu? Inda Allahi. Inda Allahi, mirë. Inda Allahi. Inda Allahi. Mirë, ajnin më shumë më rëndësi është me shqiptu në shumë mira. Po. Inda Allahi. Inda Allahi. Ibadullahi. Ibadullahi. Lezej vetash. Rasulullahi. Rasulullahi. Hajt edhe këtë. Khalilullahi. Këtu. Radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Kur e thojmë këta? Kur përmendim një emër sahabiu? Po. A lejohet për dietarët që kanë vdekur më herët me thonë radiallahu anhu? Me di Shembull Imam Shafiu që ka vdekur. me di se thuhet rahimahullah. Po, rahimahullah thuhet, ama lejohet. Se nëse thot dikush për shembull radiallahu anhu, Imam Shafi'i, radiallahu anhu, lejohet. Kanë leju dietarët, ama përdorimi është specifike që është e njohur për sahabët e nderuar. Ndërsa për femrat është radiallahu anha. Radiallahu anha. Po. Këtu? Që lexojmë këtë? Ruhullahi. Ruhullahi. Lexoj këtë. Që lexohet kjo? Që këtu një kesra ki japshef. Po. Që lexoj? Fillahi. Fillahi. Këtu? Inna Allaha. Inna Allaha. Këtu? Kul huwallahu. Kul huwallahu ahad. Po. Allahu samad. Thuaj, ajo është Allahu një, Allahu ahad, apo një. Allahu samad. Që do të thonë samad? Është një prej emrave të Allahut azza wa jall, as-samad. As-samad. I vetmi? As-samad është ka një kuptim shumë madhor. Çdo kush, çdo gjë që i mbështetet atij, që kthehet atij në vështirësi, në probleme, kur të kenë ndonjë hall shumë të rëndë, një breng shumë të rëndë, kur të kenë ndonjë vështirësi shumë të rëndë, na kthehemi tek Allahu azza wa jall. E çka është kuptimi i as-samad? As-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ai as nuk është i lindur, e as nuk ka lind dikë, dhe sikur ai nuk është askush. Hajde lexoj këtë tash. Fi sabilillahi. Fi sabilillahi. Pse e lexove fi sabilillahi e jo me Allah? Sepse ka kesra përpara fjalës Allah. Po, çashtu. Të nderuar, edhe jo që jeni duke përcjell, lexoni tash vet këtë. Çu e lexoni këtë tash? Çu lexon ti këtu? Bi'idhnillahi. Bi'idhnillahi, me lejen e Allahut. Këto çu lexon? Minallahi. Minallahi. Mirë, alhamdulillahi rabbil alamin. Këto pra ishin disa shembuj me emrin Allah në Kur'an. Themi edhe një herë, ta përsëritim edhe një herë, kur gjene fetha apo damme, do të thonë e ose u para emrit Allah, atëherë lexohet me l. Sikur wallah, tallah, minallah, indallah, ilallah,
huwa Allah, inna Allahe, ala Allahi, e kështu me radhë. Ndërsa nëse vjen një kesra përpara, atëherë e lexojmë me l, si kurse për shembull billah, apo fi sabilillah, apo bi idhnillah, apo anillah, apo fillah, e kështu me radhë. Allahu ju nderoft, Allahu ju rujt, Allahu shpërbleft edhe ty, vëlla Esmerald. Amin edhe ju. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح